Në rrugën Ersek Leskovik janë drejt përfundimit punimet, ku përmes një fondi prej rreth 6 milion euro financuar nga qeveria shqiptare dhe Berzh, po kryet rikonstruksioni total i aksit rrugor. Kryeministri Edi Rama ndau sot në rrjetet sociale pamje nga kantieri i kësaj rruge, pjesë e lidhjes turistike të Gjirokastrës, Përmetit me Ersekën dhe Korçën, dy zona me potencial të jashtëzakonshëm kulturor dhe natyror. Rama theksoi se ky investim do të shkurtojë distancat e udhëtimit dhe do të jetë një dritare më shumë për zhvillimin e turizmit në vendin ton. Rruga është e gjatë 42,67 kilometra, gjerësia e asfaltit ekzistues është rreth 4 metra, ndërsa asfalti i ri do të jetë 5 metra në të gjithë gjatësinë e rrugës. Rekonstruksioni i rrugës Ersek Leskovik synon përmirësimin e ndërlidhjes mes rajoneve dhe lehtësimin e lëvizshmërisë drejt potencialeve turistike të rajonit, të Korçës dhe Gjirokastrës, duke sjellë zgjerimin e ofertës turistike të rajonit dhe rritje të mundësive për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm rajonal. Projekti i rikonstruksionit do të synojë të përmirësojë cilësinë dhe sigurinë e qarkullimit rrugor, duke ruajtur gjurmën ekzistuese të rrugës.